që për herë të parë më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për ndejën e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjesë për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga të huajt. Por kam zgjedhur të bëj atë që kam bërë gjithmonë. T'ju udhëheq drejt asaj Shqipërie që e dua po aq sa ju dhe e dua po ashtu siç e doni ju. Dhe t'ju udhëheq për ta përmbyllur këtë që kemi nisur bashkarisht, fal votës tuaj, me cilën ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është, me cilën i kemi dhënë vlerën që ka flamurit ton në sytë e huajve, dhe me të cilën unë dua ta bëjmë Shqipërinë vendin që të ketë destinacionin më për të pasur zili në mesdheun e sotëm. Dhe ky projekt është pjesë e kësaj përpjekje. Tani, zgjova që t'ju tregoj anën tjetër të medaljes, edhe me rrezikun që të mos besoni, dhe po aq hapur dhe sinqerisht sa që thash, çfarë ju thash deri tani. Vllazërisht, kur un kam hyrë në atë zyrë, kam thënë që zyra është e imja, pushteti është juaj. Dhe nuk kam premtuar që s'do bëj gabime, as që nuk do bëjmë gabime, po kam premtuar vetëm një gjë, që nuk do ju tradhtoj kurrë. Nuk është vendi këtu për t'ja u shpjeguar gjitha arsyet e këtij premtimi. Po këtu është vendi tani për t'ju treguar se si ju kanë manipuluar, se si ju kanë tërhequr, duke shfrytzuar pikërisht adetarin, dëshirën për të pasur një vend të bukur, një vend të pastër, një mjedis të mbrojtur, një vend sovran e tjerë, dhe si ju kanë kthyer në pjesë të një kurthi që i ngrihet kësaj partie dhe mua personalisht prej ditës parë, por që këtu në këtë rast është një kurth për të ardhmen e Shqipërisë. Unë kështu e shoh. Dhe dua ta ndaj me ju që kam menduar këto ditë edhe për një film. Një film që na identifikoi ne përpara botës, kur bota na dinte njerëz me bisht, dhe jo në vitet para erës son, po në vitet e demokracisë. Na dini njerëz me bisht dhe u bën të njohur ne, shqiptarët dhe Shqipëria, përmes filmit Walk the Dog. Rekrutohet një producent i famshëm i Hollywoodit, i luajtur nga Dustin Hoffman, dhe bashkë me regjisorin Robert De Niro fabrikoi një luftë. Një luftë të trilluar të Amerikës me Shqipërinë. Si e fabrikojnë? Përmes mediave. Duke përdorur teknika hollywoodiane, pamje të rreme lajmesh, si ajo fotografia e shpërndar gjithandej e atij gardit të mallkuar me tela me gjëmba, me atë sinjalistikën këtu është kufiri midis Izraelit dhe Shqipërisë, për shembull. Këngë patriotike, si plot nga këngët që shoqërojnë videot përkatëse. Heronjë të sajuar dhe ngjarjet organizuara me shumë kujdes
dhe krijoi një krizë të madhe, pushton titujt kryesor të mediave dhe zhvendos komplet vëmendjen e publikut që përfshihet totalisht emocionalisht në luftë me Shqipërinë. Dhe bëhet i gjithi i bashkuar për të shpëtuar një ushtar amerikan që ka mbetur në vijat ku janë armiq, domethënë ku janë shqiptarët, ushtria shqiptare që po lufton me ushtrinë amerikane. Dhe konflikti i fabrikuar e kthen opinionin publik komplet aty ku donin manipulatorët. Është film, më është kujtuar këto ditë. Dhe këto nuk janë gjëra që ndodhin më në filma, fal rrjeteve sociale, këto ndodhin në shumë vende të botës. Tani, të kalojmë nga filmi realitet dhe në realitetin e kësaj anet medaljes, për t'ju thënë se në cilat pika ndryshon komplet ngjarja, historia dhe pamja e këtij investimi. Projekti ka nisur si interesim nga ana e investitorëve në vitin 2023. Pra 3 vjet përpara. Dhe ka nisur si një interesim bashkë me Sazanin. Dhe qëndrimi ynë qysh në ditën e parë ka qenë Sazani është tokë publike, ka qenë një dëshirë dhe një ambicje e kahershme edhe e qeverive të tjera dhe e kryeministrave të tjerë për ta kthyer në destinacion turistik. Ne jemi të gatshëm që të punojmë me ju dhe keni parasysh që ajo tokë nuk shitet. Dhe ne duam që shteti shqiptar të jetë pal, ortak, shteti shqiptar. Qeveria e kryeministrit tuaj, që e keni votuar dhe që sot, duke ju bashkuar zemëratës, e konsideroni shitës dhe të korruptuar. Shitësi dhe të korruptuarit bënin Shqipëri 1 euro dhe merrnin pjesën. Nuk i jepnin shtetit pjesën. Po kjo është histori. Ndërsa, kemi thënë, për projektin e Zvërnecit duhet të shikoni pronat dhe pronarët, pasi ne nuk kemi tokë shtet aty. Dhe copza që mund t'jenë shtet janë krejtësisht papërfillshme për ambicien tuaj. Kështu që merruni me pronarët. Ky është fillimi 2023. Ju e dini shumë mirë se kush janë njerëz të interesuar, se e di gjithë bota. Dhe këtu duhet ju them diçka. Bota e mbar flet për këtë projekt për shkak të njeriut që e ka promovuar projektin, Xharet Kushnerit. Por bota ka hesape për të larë dhe ka luftrat e veta për të bërë. Prandaj edhe projekti ka pasur qysh sa po ka dalë fjala interesimin e gjithë mediave amerikane dhe europiane. Por me agent, jo për të informuar popullin e tyre se sa shumë po zhvillohet Shqipëria, po për të gjetur gjilpëran kasht. Dhe prandaj, investitorët kanë angazhuar ekselencën botërore
në arkitektur, në inxhinieri, në mjedis dhe në aspektin juridik. Ndërkohë që ne, do t'ja u tregoj hapat, administratës shqiptare kemi mbrojtur interesin tuaj. Interesin tim që është dhe juaj, interesin e vendit, dhe kemi bërë detyrën jo thjesht procedurialisht, por profesionalisht dhe patriotikisht. Kam parë imazhe të projektit, kam parë pallate. Ku i keni gjetur? Ku i keni gjetur? Ato nuk kanë lidhje me projektin.